nëse muj me tërheq ashtu si që quajtë të një paralele, atëhere mundemi me thonë që këta ndoshta në atë kohë kanë qenë më të shtypun, kanë qenë ndoshta edhe më të sprovum, mirë po ja kanë arrit me pas suksese dhe më të mëdha se sa ne si gjenerat që kemi dalë 3. Nuk po du me nënçmu gjeneratën tonë, mirë po ndonjëherë është ajo si një thonje, si një shprehje që kur është zori më i madh, del edhe suksesi dhe rezultati del më i mirë edhe më i madh. Kjo është arsyeja pse këto gjeneratat e vjetra i kena unë i quaj si diamanta, se edhe diamanti për me shkëlqy kalon për procedura të një presioni të jashtëzakonshëm në mënyrë që me u pastru dhe pastaj me ardhë të shkëlqimin. Ndoshta kjo është arsyeja pse gjeneratat e vjetra doajenët e shëndetësisë tonë kanë kalu me të vërtet me peripeti të jashtëzakonshme, mirë po kanë dhënë rezultate që në burthemelet e shëndetësisë tonë moderne, më thënë. Zotëmimer, unë do të ndërlidh dhe një gjë do ta përmeni në këtë situatën e komparativitetit për shumë studimeve të periudhës pas luftës dhe në gjeneratave tona. Ne kryesisht jemi shërby me literaturë në gjuhën serbo-kroate. Tash para mendo sa ka qenë e rëndë për ne për me mësu, me lexu në gjuhën serbo-kroate, edhe mu përgjigj në gjuhën shqipe.